çfarë kam parë, çfarë kam dëgjuar, kam folur me zotin Berisha, drejtues të tjerë të Partisë Demokratike për gjatë 20 viteve, të nivele të ndryshme të lartë flasim, të aktivitetit politik, unë kam vija të kuqe që nuk i shkel. Dhe nuk e kam moralin tim që të dal tani se çka kam folur në shtëpinë e zotit Berisha, i cili më ka kërkuar, e kam takuar kur ishte në arrest shtëpia dhe kam ne të 45 minuta gati tek duke folur për politikën dhe ku kam marr vetëm kaq do të them premtimin për të vazhduar në politikë bashkë. Gjë të cilët nuk u mbajt ky premtim. Kaq. Të tjera detaje as mos mendoni që do t'i them ndonjëherë. Jo, për këtë e bëra pyetjen unë se nuk na intereson pjesa tjetër. Dhe thash edhe në harkun kohor një javë kam dërguar mesazhet që nuk më përgjigj. Kjo ka qenë kontaktet e mia me zotin Berisha. Absolutisht asnjë kontakt tjetër. Nuk jam nga ato persona të cilët bëjnë tjerët kur patet ditëlindjen e zotit Berisha. Kur e patëm 15 tetor, që jashtë mjesit i çonin mesazhe në grupin e WhatsAppit për ta uruar më para. Unë as s'e kam bërë gjë të tillë. Se kur kisha uruar 3 vite tjerë, s'do uruaj në vitin tjetër. Po pra, quhet servilizëm pastaj, jo koherencë. Po. E qartë, po në atë grup ti ke thënë që vetëm grup pune nuk është. E kam thënë pra, sepse më shumë nuk artikuloheshin teza, gjëra të gjëra, po merresh me ditëlindje me budalliqe të tjera, me ty bëj like, ty bëj elogje njëri tjetrit, budalliqe, nuk e kam, nuk është kjo qasja ime. Nuk është kjo qasja ime. Qasja ime është që të jem rregull sistematik në opozitë. Detyra ime në komisionet parlamentare, detyra ime në seancë plenare, detyra ime në zonë, takimet në zonë me qytetarët dhe detyra ime në media për denoncime. Dy elementit që duhet të ketë një politikan opozitar, guximin dhe denoncimin. Dy elemente që unë kam patur. Tani më thuaj çfarë reagimesh more në Kofident brenda Partisë Demokratike nga eksponentët kryesor, qoftë përfshirë dhe zotin Berisha, pas rezultatit të primareve fill. Të komplimentoj dikush, komentoj. S'kam pasur si asurime? Nuk jo fare, biles nga 2-3 elementë të lartë janë ato që s'po i them emrin, ka qenë shqetësuar që si fitoi ky katonari këto aty. Si fitoi ky katonari atë? Po pra thuaj. Nuk të mposhti dot qytetari në këtë drejtim. Mirë, tani do të ndalemi te momenti kur ti shkove tek Adriatik Lapaj, tek nisma Shqipëria bëhet, si quhet tashmë koalicioni mes tij dhe Endrit Çabanit. Në ç'moment shkove? Pse ndodhi? Po. Thash. Prej mishit dhe gjakut dhe emocionit fort. Shumë qindra SMS, qindra telefonata nga mbështetës, simpatizantë të mi, edhe bashkëpunëtorët e mi të Peqinit dhe edhe nga jashtë shtetit që më kërkuan që do duhet që patjetër të dalë për të kandidatuar. Në një kohë që pata 5 kërkesa nga forcat e tjera, përjashtuar vetëm me Groshehin, që po atë kur të tjera nuk i përmend, kush ishin gjithë tjerë ka kërkuar, që s'kam kontaktuar asnjëri, po më kontaktuan për të qenë pjesë e formacionit. Dhe nga gjithë to unë zgjodha për Shqipëria nisma. Po, e Adriatik Lapaj dhe Endrit Çabanit, po. Dhe kjo ka qenë në momentet e fundit sepse nuk pata dëshirë. Një ditë para apo Jo. Dita me orë, po, një orë, gjysmë ore përpara, apo ishin 11 natës. Dhe unë po të kishe patur qartësinë që do kishte qenë disa ditë përpara, se këtu qëndron gjithë hila. Po pra do ishin bërë më mirë gjërat, patjetër. Do më mirë një para dhe unë do të kishte dalë i pavarur për i treguar. E pikërisht se kishte shumë nga ata njerëz që edhe unë kam diskutuar që pse nuk ka dalë i pavarur. Kisha mundësi. Se e kishte sigurt fitoren. Kisha mundësi për të regjistruar, më gjithë do kishte dalë i pavarur dhe për i treguar që sa vota kisha personal. Në një kohë që po kaloj çik më përpara, në 2005 për herë të parë, kur kam kandiduar unë, kam marrë 70% vota në emrin tim personal, në Peqin 30% partia dhe dole i parë i parë në Shqipëri në një kohë që s'kishte fituar Partia Demokratike në Peqin atëherë. Po. Fitova. Dhe në 2021 po kaloj pastaj prap, në vota personale ke 8000 vota personale, në një kohë që drejtues të tjerë të lartë, Partia Demokratike me 500 vota, me 1000 vota, me 3000 vota, në një kohë që edhe një 1000 ca vota ishin pavlesha rreth 9500 vota personale. Do të thotë dhe unë po shkoja tek kjo qasje që kishte me zotin Lapaj. Në një kohë që të nesërmen që do bëshin formalitetet e firmës e diçka të gjitha dhe kodi zgjedhor ka përcaktuar që 5 parë janë listë mbyllur. Do s'do ti është përcaktuar, thuj hidhu përpjeti, fërmo çfarë dush ti letra përpara, ose puna e një testamenti ke noteri apo jo që ti revokon çdo moment.
por që ti nuk ke asnjë lloj vlera, jo. Po ku çdoi kjo ky pakti? Po pra. Atë po shpjegoj. Në një kohë që ishte vendosur 5 të parat, thash, kush janë këto persona? Se i kishin familjar ata, po pra. Për pjesës hapur pastaj. Në 2019 nuk pyetën ato Lulbashës. I thanë vazhdon hyn parlament ato gjithë. Doroj njëri tjetër. I thonë me që janë njerëz kot thoni ju, njerëz të juaj, dhe që të rriqen. A mund të rriqet në një me që ka njëri kot? Jo, tha nuk të rriqem dot. Ti s'tërheq dot tani sot që s'ke mandatin. Po nesër kur të kemi mandatin, thotë, "Boje, provoj herë tjetër të dashtula, provoj herë tjetër." Ishte budallik, mirë. Unë nga padrejtësia ika, do ishte diletantizëm politik dhe bie në padrejtësi tjetër, budallik politik nga ana ime. Dhe që tash kjo nuk bëhet. Domethënë gabimi ishte që të mos e publikoje atë hap që po ndërmerr. Unë, po problemi është që dolja ajo atë natë, që shkote sepse do shkosh në ora 12 tash që jemi s'ka ne. Ti nuk është se bëre krim, se edhe unë tani aftë dakord. Jam shumë i qetë. Po pra. Unë ato, po them Adriatik Lape ka humbur shansin e jetës të tij politike se mandatin e parë do merrte në Elbasan. Po që do të thotë që do të ketë një forcë shumë fort madhore, se vetë zoti Lape mendoj unë nuk kishte A thua ti ke ndërhyr? Po ja ta them pra pikërisht. Të shkon mendja atë. Po patjetër, ç'a bë sens që ti mos marrësh mendja. Se nga ato që ishin listë Elbasanit, na 2-3 vota të shohin sa do marrin ato. Aq përfundoshin. A kupton? Njeriu që do merr mandat isha unë. Po. Dhe pse ishte problem që të largoj një nga ato 10 vjet një bashkëpunëtor im politik i afërt. Që kisha unë sigurinë që nesër të rriqej. Po. Kaq siç ka vëto njerëz të vetë tezën, hallën, gjajën, babën, të dashurat, i kontrolloni ato po themi termin, kontrolloni ato që po të drejtur, do të kishte dhënë që su merr mandatin. Ta kuptoj, kjo nuk bën sens pra. Që do të thotë pra që është një forcë madhore, e madhe që do ta mos e pranoj zotin Sula sepse na prish punë. Jo, ose financuesi tyra çdo që është, e pra se tani këtu kërcet shumë gjëja. Se s'mund të më jap dikush urdhër mua nëse unë s'kam varësi ndaj atij. Pra është diçka që përtej shpallave të zotit Lapaj, mendoj unë. Kjo është historia, sepse nuk e do një mandat zoti Lapaj, po një mandat në Elbasan e merrte. 2-3 sa merr në Tiranë, janë ishte gjë e mirë për atë. Pra, po tani rruga na çon që Lapaj financohet nga Berisha. Nëse shkojmë trash. Unë as e kam dëgjuar, as e kam parë këtë. Jo, logjika them të çon. Tani, okay, po pas këtij momenti që u bë gabim kjo marrëveshje, nuk është se fole me këta që të kishin kontaktuar më para, se nuk ja vlen dhe mos se s'kishte më kohë. Ne fola me të gjitha, kam folur tash mos më kërkom qoftë zotin Lapaj. Jo, s'kishe ç'bëje më e kam fjalën. Jo, kam folur qoftë zotin Lapaj deri në momentin e fundit me zotin Shabani, zotin Panasoko, jurista që kemi komunikuar dhe nuk është nevojë për të shpjeguar çka kemi folur. Unë ndam përfundimisht që nuk bëra dakord që unë isha unë i cili personi të cilët nuk pranova dhe refuzova që të vazhdoj me to. Jo çka thonë ato që morëm në vendim kryesin. Po atë natë një orë përpara mlodhën kryesin që pranon mua. Me datë 13 unë nuk rash dakord, thash vazhdoni rrugën e juaj. Tani, Partia Socialiste, kryeministri Rama ka bërë një ftesë edhe publike për ju. Madje në mos gaboj 3 ditë më parë un kam parë një status në rrjetet sociale, një video mesazh, një nga kandidatet vajzat e reja të Partisë Socialiste në Elbasan, besoj e keni ndjekur, që ju premtonte ju nëse do i bashkoheshit Partisë Socialiste se çdo të bënte përkthyer në investime në zonën tuaj. E keni ndjekur apo? Besoj ajo ishte pjesa më konkrete e ftesës, kam përshtypjen se ajo nuk e ka bërë me kokën e vet. Pse e ka bërë me kokën e vet? Dgjoj. Ne jetojmë në Shqipëri. Kemi lidhjet, negocimin fisi, farevesti, njohje gjithë. Ajo Shqipëria do të kemi të qartë tani. Nuk është vështirë as për ty, as për mua nesër, po të gërmosh të mbjesh një lidhje misie për të takuar, për një bisedë, për një nder, për një respekt apo për të patur një kontakt, të jemi të qartë. Që nuk mungojnë edhe. Që në atë aspekt nuk është se ka munguar nga shumë, po të them madje shumë po them. Edhe listat edhe socialistët që janë tani nëpër listat për të kontribuar, për të ndihmuar për të gjë që unë i kam refuzuar, që të jemi të qartë. Nga i parë deri në fundit që nuk jam përzir, dhe unë sot do bë një javë dhe nuk merrem fare me fushatën, absolutisht. Nuk kam merr me punët e familjes sime dhe nuk kam vendosur fare asgjë. S'ke pasur ftesë zyrtare nga PS-ti? Domethënë? Nuk kam pasur. Se që të kanë kontaktuar deputet. Po pra, nuk kam pasur. Jo, nuk kam pasur ftesë zyrtare, që jemi të qartë. Nuk kam pasur ftesë zyrtare absolutisht.
përveç ftesave publike që ka bërë zoti Rama në atë lloj forme të gjërat, ose diversioni që ka bërë zoti Rama, që themi më saktë. Mes atyre vlerësimi ishte i konfirmuar. Dakor. Se ai e ka të tijën atë lloj. Dakor. Edhe unë po i them një gjë. Më firmoj bisedë të disa kolegëve socialistë që më kanë thënë që është e turpshme që mos jesh ti vazhdimin politik në Partinë Demokratike, sepse mbas Sali Berishës njeriu më i fortë që ke bërë opozitë kundra nesh ke qenë ti. Po, është vërtet. E ka marrë ndoshta si kompliment ose më bë për ta bërë qefin tjetër gjë. Jo, ke bërë opozitë më origjinale ti. Origjinale. Më bie po themi. E kam bërë këtë gjë. Dhe mua më ndërprer në karrierën time politike, në kulmin tim politik dhe më shëmzuan të gjithë kontributet e mia me zero dhe kam thënë të shprehen kur nuk ta din shtëpia, ta di komshia. Kjo që u interpretuar rëndom në media ditët e fundit si një e vërtet që ti po mendohesh realisht për të shqyrtuar ftesën e Ramës. Jo, nuk kisha të bëte këtë, unë thjesht deklarova. E le të hapur po vendosë një kusht pra. Çfarë kërkon liri. Unë thash këtë politike. Thash këtë që çfarë konstatojnë dhe kundërshtarët tonë politik që ma di vlerën kundërshtari im politik dhe nuk ma di. Dakor, po kushtin për kë e kishe ti? Tani, logjikshëm. Kushti që kërkoj liri politike. Tani, lirin time. Nëse unë do të vazhdoj, tani unë deri me 11 maj, akoma nuk kam vendosur do lexoj rezultatet 11 maj një herë. Tani jam akoma në moment të reflektimit, që jemi të qartë. Jam akoma në moment që s'kam darë asgjë në çfarë rrugtimi politik do kem. Ne mund të kemi një rrugtim politik ndoshta modest, të një force politike të djathtë, të qendrës apo të një force politike të cilët këtë Partia Demokratike, unë nuk jam nga ato njerëz të cilët kur më kanë prek kokën, por do të më kanë prek kokën, mendoj që e kam kokën mbi supë akoma, nuk e kam më. Dhe ajo derë më është mbyllur. Kush më thot ndryshe, është budallik që unë ta pranoj gjë të tillë. Ti e konsideron të mbyllur përfundimisht derën në PD? Ja, do ta them. Po se Berisha ka thënë të kundërt në publik. Do ta them shpjegimin. Ka kohë të reflektoj, do ta them shpjegimin. Zoti Berisha dhe gjithë drejtuesit e lartë Partisë Demokratike nuk më deshin kur kishte gjithë merita, gjithë kredite dhe gjithë kontribute. Për çfarë do më duan nesër më? Pra në kulmin tim, më mbyllën derën, më pren karrierën politike. Unë nuk jam naiv, ti jam naiv dhe ti jam idiot politik që të vazhdoj prapë të ato që s'ka më të ardhme. Në një kohë që isha në kulmin tim dhe më çove në fund. Kontributet e mia e çove zero dhe më thua mund të shi vazhdo ti. Tani s'prap rrugtimin nga e para unë. Ti ngrehem prapë atje, por nuk ndodh ajo.